Me gjithë respektin abstrakt, do thoja që gjithmonë elementi paranojas jo vetëm në klasën politike Maqedonase, sidomos nacionaliste, mirë po edhe tek populata, gjithmonë ka qenë i pranishëm, edhe kjo nga kultivimi një kulture të tillë, lloj-lloj letem bejlerësh politik, lloj-lloj bajraktarësh e burgjezës që në fakt sollën edhe situatën e 2001-shit. Po, unë kam qenë studente në këtë universitet pas viteve 2001-2002, atër kur ishte shumë e vështirë për të futur një sfidë, le të them, për të studiuar në një universitet ku fliteshte që ka diskriminime të lloj-llojshme që u bëhen studentëve shqiptar. Ka qenë sfidë sepse mendoj që të qeni shqiptar në Maqedoni është shumë e vështirë se të qeni shqiptar në Kosovë dhe në Shqipëri dhe ne i kemi përjetuar ato. Mirë po, unë besoj fort në evaluimin e njerëzve si qëta, profesori e përmendin në njerëzit e menqur, e konsideron edhe vetën të tillë, duke mos konsideruar edhe kastën tjetër politike, mirë po, jam pro asaj që njerëzit të ndryshojnë mendime, që tani më është koha që ne të apërojmë drejt të drejtave barabarta, drejt integrimit evropian dhe Evropa padyshim na do të bashkuar me qëllime të përbashkëta dhe duhet të mbillet një kohë të mundësisë, sidomos tek të rinjtë, që solidariteti dhe bashkëtesa mes Maqedonasve dhe Shqiptarve është e patjetërstueshme dhe këto dy komunitete le të them janë të dënuara që përjetësisht të jetojnë dhe të ndërtojnë së bashku këtë shtet. Besoj në atë që tha profesori, mirë po ndonë se edhe pak e vonuar, sepse le të them dëmet aksidentale apo të qëllimshme të politikës së tij të viteve rinore le të them kanë lënë pasoja dhe një narrativ nacionalist i atyre viteve. Mendoj që solli edhe 2001-shin dhe them që Maqedonasit si popull nuk do t'ja falin asnjëherë Aliametit këtë periudhë dhe besoj që kush e di sa të mundohemi le të themi të kemi bashkëpunim ndëretnik nëse vetë kasta politike nuk e ushqen një bashkëtesë të tillë do të jetë shumë e vështirë sepse ndryshimet nuk vijnë vetëm nga aktet individuale, po vijnë edhe nga njerëz të cilët bartin poste të caktuara dhe kanë një obligim moral për ta edukuar masën drejt një shteti multietnik dhe me ndarësi të cilët plotësojnë në dy komunitetet mes vetë. Në gjithë ato që tha Fëshkovski, është një nga rastet që mund të përmend nga ato që thoshte ai në atë kohë, sidomos në themelimin e Universitetit të Tetovës, mbajmen nga orat oratorike që kishim ne në universitet, deklarata e tij shumë e kopshme për atë kohë ishte që lindi një fëmijë i vdekur për Universitetin e Tetovës, e sot ai fëmijë le të them është bërë maturant dhe absolventiatën ka kaluar dhe është bërë dhe akademik dhe po prodhon edhe le të them gjenerata të reja, mirë po, unë mendoj që krimin në arsim e bën partitë politike, sidomos shqiptare. Kemi krijuar një rreth snobistësh, snobistësh dhe parazit, të cilët nuk po konkurrojnë në treg me intelekt, po konkurrojnë vetëm me përkatësinë partijake, nga ato të ri që ndoshta edhe ajrin që thithin duhet t'ua jep verdiktin partia, dhe kjo është një çështje shumë serioze që i bëhet si krim rinisë dhe popullatës shqiptare.